Vetëm një përfaqësues i Ministrisë së Arsimit me profesion arkitekt përbënte ekipin e këtij dikasteri që gjatë ditës së qëndroi në fshatin Nerov të Krushevës për të parë nga afër gjendjen e 2 objekteve shkollore. Dashmir Jusufi nga Këshilli i Prindërve për legalizimin e objektit të ri shkollor tha për Alesate se ekspertin nga Ministria e Arsimit ka fotografuar dhe analizuar çdo kënd të objektit të ri, duke shtuar se përfaqësuesin e mashit e kanë njoftuar edhe me gjendjen e shkollës ekzistuese, që sipas Jusufit thuaj se është para rënimit. Ajo është shumë e qartë se objekti i vjetër as pak nuk i plotson kushtet, i cili është i ndërtuar vetëm me gur dhe me balt. Në anën tjetër pa një objekt ku kemi ma shumë se 1000 metër katror sipërfaqe, nuk la vend të objekti i ri pa edhe ja sqaronim këto për çka janë të planifikume, se në objektin të ri ka të planifikume shembull zyra, klasat, kabinet, 4 WC-ja brenda objektit, ajo si objekti i vjetër çka i ka jashtë tani edhe në gjendje katastrofale. Gjithçka thash në rregull. Ymjet si kemi lanë, 2 ymje të ketë, dalje për situata urgjente. Paraprakisht, Ministri i Arsimit Vesna Janevska tha se vetëm pas marrjes së raportit do të vendoset se në cilën mënyrë do të kërkohet zgjidhje për këtë rast. Madje, Janevska u shpreh e habitur se edhe shkolla ekzistuese është ndërtim pa leje dhe ndërtuar nga vetë banorët. Mirëpo, Janevska nuk premton legalizimin e objektit të ri. Kjo mund të ndodhë vetëm nëse përmbushen të gjitha procedurat ligjore. Јас сметав дека е добро ако е легална градбата да се реконструира легалната градба. Откако ќе се вратат од терен и ќе ми поднесат извештај, во комуникација со Министерството за транспорт, во комуникација со општината, ќе бараме начин да се реши овој проблем. Може легализација и на новиот објект? Не можам ништо да ви кажам додека не добијам извештај, но секако ќе избереме најдобрата опција за учениците и граѓаните. Но тоа мора да знаете дека е долг и комплициран процес и дека тоа не може да се направи за 2 дена. Banorët e fshatit të Nerovë mbeten në qëndrimin se nuk do të heqin dorë nga legalizimi i objektit të ri shkollor, i ndërtuar nga vetë ata, pavarësisht të mënyrës së zgjidhjes. Shkolla ekzistuese Nikola Karev, ku mësojnë mbi 120 nxënës, është ndërtuar në vitin 1950, gjithashtu nga vetë banorët. Sipas banorëve, gjatë 75 viteve shkolla është mirëmbajtur nga vetë banorët dhe asnjëherë institucionet përkatëse nuk kanë vendosur asnjë gosht.